kom qenë i vujtën drejtën me thonë se meta pa punë, atëherë ishin rrogat ashtu të vogla, kom punu fizikisht, kom punu me bajt material, bloka, nëpër puse, bonare, këto, vetura ku kanë qenë, i hapë dera dhe i ka dalë, i ka ra një drunet me krahnor, kështu që e ka dëmtuar zemrën. Kanë dashur me kthye prej dritares me myt veten, po aty kanë qenë të lidhur disa tyne të plagosën, kanë qenë të lidhur për radiator apo për krevet. Për me shkaktu dhimbje më të mëdha, atëherë i kanë me automatik apo kundak ja kanë hap plagët me shkaktu sa më shumë dhimbje. Profesionit ju ka shkruar profesioni terrorist. Dhe i kam 17 pacientë të tillë të cilët kanë qenë me këtë profesionin terrorist. Drejtë me thonë, aty kum kajtë. Ata e konsiderojnë si me konë fiju im. Për fatë, e kom pa që ka pas mundësi edhe fëmiju im me pa pas njëjtin fatë. A i ka lyp me myt vetën me gjuh prej dritares. Ja kanë pik cigaret në dur. Sali 10% i kitë heshne prej rrogës. Mua në 3 lufta kesh edhe do ishtë më përjashtu. Thash, o doktor, krejt shpin tonë me shi, pas sunim tonë që e kje, nuk mund është më pagu. Mua bon në atë mënyrë, qatë ditë erdha prej luftës. Menë që me thonë, a ke hjeka, e kanë maltretuar shumë sa që 6 herë e kanë operuar në kirurgjin tuna, që kjo Andri Tomanov. Ai në hyrjet në Visadit, dikun ashtu kam dhona që ka vdek. Kanë bon urinën këta milicia sërbe, një shishe dhe i ka thonë për me pi urinën. Personel mjekësor e kanë rrej edhe ato në plagë ku ka pas plagën në djatë. Ma mirë përshkojnë në shpi për vdes se sa me hjek në spital. Kjo është e ranë. Më ka të regu i vlajt tina për mërë të vërtet është. Unë jam doktor Sali Krasniqi, kirurg, jam prej fshatit Tygjec, komuna Kamenicës, jetoj në Prishtinë, kom punu në klinikën universitare të Kosovës në kirurgji, edhe gjatë vitit 98-99 para bombardime më kanë hjek për punës edhe tani jam në shtëpi. Pacient. Ne jemi prej komunës të Kamenicës në fshatin Tygjec, filloren e kom filluar në Prishtinë, moshën 7 vjeçare e marrë në Prishtinë, dhe pastaj shkollën mesme Gjevdet Doda në gjimnaz, e pastaj fakultetin mjekësisë në Prishtinë, ndërsa këtë specializimin e kom kryer në Zagreb. Pas specializimit ju marrë në kirurgji dhe pas 10 ditë më kanë përjashtu prej punës, kështu që për vitit 91 jem kanë i përjashtum deri në 96 në tetor dhe në tetor 96 jam kthyer në punë përmes gjyqit dhe kom filluar në kirurgji, gjithsesi në kirurgjinë vaskulare dhe nuk më kanë lejuar me punu në kirurgjinë abdominale në cilën jam kanë përpara, kështu që asnjë shqiptar s'kam punu, ndërsa në kirurgji vaskulare
Kom qenë unë, profesor Sadri Bajraktari dhe Valban Gashi, specializant shqiptar. Pas ardhes specializimit, me 29 maj 91 jem ardhë dhe kom fillu punën deri me 9 qershor 91 dhe më thanë mos shkruaj në gjuhën shqipe, anamnezat e pacientëve, por në gjuhën serbe. Thash, për pacienta shqiptar unë ju shkruaj vetëm në gjuhën shqipe, ndërsa për serb ju shkruaj edhe në gjuhën serbe. Tha, nuk mundesh, thash unë muj, edhe kom shkruar në gjuhën shqipe, mirë po ata mujtën dhe më haqën për punës. Vetëm përmes gjyqit, kom paraqit me herë, përmes një avokatit, dhe përmes tina u ktheva mas 64 muaj që kom nejt në shtëpi. Kom qenë i vujtën drejtën me thonë se meta pa punë, atëherë ishin rrogat ashtu të vogla, mirë po kom punue, në fillim kom punue në një ambulant humanisti në Vranjevc, një 3 muaj, mas 3 muajve dhe ata e lëshova se nuk më isha më dhënë, nuk më lyp pacientëve parë, dhe ai zoti ambulantës, edhe pse ishte nemen tim, tha, unë nuk muj me të maj kështu që e lëshova unë edhe një kolegë tjetër, e lëshuam punën dhe me pas të një kom punu fizikisht, kom punu me bajt material, bloka, në për puse, bonare, këto. Kom hjek shumë, një kohë një kom shku me bajt edhe benzin prej Macedonisë, po atëherë kjerën e keq dhe shpesherë ma shumë hupsha se sa fitesha deri 94-ën. 94-ën më kanë thirrë do kolegë me ardhë me punu në shtëpinë e shëndetit, cila ka qenë paralele mes qeverisë të Kosovës, dhe aty më shku drejtor deri në 96-ën, kom qenë drejtor asaj shtëpije ku kemi pas një 60 punëtor shëndetësor, i kemi pas të gjitha shkollat fillore në Prishtinë me mjek dhe me stomatolog. Kështu që kemi punu një punë të mirë, drejtën me thonë për nxansat, një kontrol ditore edhe për stomatolog, edhe për gjendjen shëndetësore të tyre. Në 96-ën, në 8 orë, më ka ardhur vendimi më kthye në punë, në kirurgji. Aty vetëm prunë vendimin me ekzekutiv, për ndryshin nuk dëshin edhe me dhanë parët një 28.000 marka. Faleminderit, i mora atë, i kryta do borës që kërë pata ndërtuar shpinë dhe meta borës për miqve një 13.000, pastaj i kom shtruë dyshemet e këtë se në beton i kom pas, me kartone i kom pas, s'kom pas drejtë me thonë kur gjë. Kështu që nëreqa pak shpinë, kuzhinën, banjën e të tjerat, dhe deri natën para bombardime, ku prap na haqën edhe për atyt dhe ku vazhduan në Macedoni dhe për atjet në kufinin Kosovë, Shqipërinë, Helçan, prej atyt i marrë drejt për drejtin në kirurgji. Ju thash që në fillim nuk lanë me punu në kirurgjinë abdominale, ku kum qenë i specializum me dërguan në kirurgjinë vaskulare, ku ishëm me profesor Sadri Bajraktarin dhe Valban Gashin.
aty e kishme një farë mënyrë shoqërinë që më shumë me nejtë dhe me bisedua, dhe kemi pas pacienta të shumët shqiptarë, kështu që kemi operuar për çdo ditë thujse, kemi pas numër të madh të tyneve, se patën filluan mos u larguan mjekët shqiptar prej aty, veç 20% kanë qenë personel shëndetësor shqiptar në atë kohë, në atë 6-ën e këto. Mirë, po me kalimin e kohës, s'kemi pas kur gjanë dishka që me thonë me nduar të na me veprua, po qysh i kemi pas detyrat prej drejtërisë, kështu deri në natën kur na hoqën krejt prej me 25 mars, natën 9, ka ardhur vendimi, një 6 ditë përpara e kom lëshu unë se erdhë urni, po na thanë që nuk ka siguri kur gja prej zonës Lapit atëherë, se ishëm edhe gjatë luftës, ishëm gjatë kësaj kohë, ishëm edhe 98-ën, edhe 99-ën, ishëm në teren të premten masdite, deri të diellën masdite, ne që ka punojshëm në spital, i mbajshëm çato ditë, i mbajshëm në spitalet ushtarake. Ndërsa prej të hanës deri të premten ishin kolegë të cilët ishin përjashtuar, që nuk ishin në spital. Kështu që kemi punua, mirë po deri me 25 të tretin, atër ka qenë urni, unë nuk kum qenë aty, po kum gjetë dokumentet, që kanë dhënë urdhër, ka qenë drejtor Rade Gërbiç, i cili i ka përjashtuar gjithë shqiptarët, për kirurgjisë po thamë, ndërsa në klinika tjera nuk kam dhëna të shumta, mirë po e di përapërsisht se po ashtu edhe në klinika tjera i kanë përjashtuar të sikret. Në ginekologji thuj se asnjë shqiptar mjek asnjë s'ka qenë, po edhe personel të mesëm apo infermier, nuk e di saktësisht, po edhe shqiptar thuj se s'ka pas fare. Në 98-ën, edhe në libër i kam përshkruar prej 1 maj 98-ën, kur ka fillu numri më i madh i pacientëve gjithësisht të plagosur, të cilët kanë ardhur në spital. Ndërsa korrik kanë thirrë për ndihmë nëpër disa spitale, për neve që ishim në spital, edhe në korrik unë jam shkuar në Gajrak, është një spital ka qenë në komunën e Malisheves, dhe aty kum nejt me një kolegë i Ferizajt, Skënder Shabanin, imi shkue, aty kum nejt 5 ditë, aty kum taku edhe doktor Shpëtim Roben aty, ka pas numër bukur i madh të plagosën, paraprakisht kishin qenë disa kolegë tjerë të cilët i kanë operuar, disa të plagosën, më pas imi shku me doktor Skënder Shabanin, edhe aty kemi punuar, ato e mora pushimin vjetor, kënëse me shku në pushim, dhe shkum në Gajrak. Më thanë se ka të plagosën bukur shumë, kështu që shkum me Skanderën, dhe najta deri pejt hanës deri në të premten, e të premten kanë ardhur ekipi tjetër në Gajrak. Kështu që une u ktheva, të hanën shkova në punë, kënëse me punua në spital. Dhe prej atëherit thuj se për çdo javë kemi shkuar në ku ka pas nevojë, masanaj filloi zona e Lapit, edhe në aty kemi shku me ndrime për çdo javë, na dikush për kolegëve që kanë punuar në spital janë shkuar. Shpëtimi ka punuar shumë, me thonë, ka qenë njëri i harreshëm.
knaqësi me nejt me ta, drejtë me thënë nga Irak kemi qenë një odë afër spitalit, ku nejshëm deri kanë 3-4 të mëngjesit. Ai ka pi shumë duhan, pa ashtu edhe unë kom pi drejtë me thënë edhe atëherë tash, kështu që e qajshëm hallet se çka po bëhet me neve, si po kalon, mirë po edhe një rast me shpëtimin e gratë ku a ditë kur ka ranë mina, kom qenë kujdestar në kirurgji dhe e kanë pru me helikopter, Serbë e kanë pru në oborrin e spitalit, e kanë pru dhe jenë kanë të plagosën edhe disa kolegë tjerë ku jenë kanë në atë gjipin ku ka ranë mina, shpëtimin e kanë pru në atë dhëmë në podrum ku më pas e kom pas dhëmë timen, zyrët timen, përpara o kanë pranimit të kirurgjisë, më pas e kemi ba laparoskopin ku e kom pas zyrën time. Dhe drejtën me thonë, sa herë kom hinë në zyre mu ka kujtue shpëtimi i cili në farë mënyrë vdiq në atë dhëmë ku ishna çdo herë më pas. Kështu që me shpëtimin më ka tregu edhe rastet tjera, ai ka shëtit nëpër Kosovë dhe ka ndihmuar shumë me pajisjen me aparaturë dhe të këtyne spitaleve të ndryshme edhe në Dugaxhin, edhe në Malishen nga Irak, në Drenicë. Herën e fundit gjithësisht kom taku kur ka vdek, mirë po në korrik në 98-ën kom nejt 5 ditë me ta. Edhe ka ardhur dhe mi ka dhënë këtë anestezionin për pacient cilët i kom operua. Ai ka fol pas kësaj plagosjes se e ka gjujt vetura ku kanë qenë, i hapë dera dhe i ka dalë, i ka ra një drunet me krahnor, kështu që e ka dëmtuar zemrën. Ai ka mujt me fol, ka thonë ma shpejt me mujt me ardhë kënëse dhe në spital, mirë po e ka dëmtuar zemrën, kështu që dal nga dal edhe ka ka ba gjakderet në mrenshme, edhe ky helikopteri është banuar dikun 2 orë derisa kanë ardhur dhe kanë pru në spital. Kështu që për fat të keq ai ka shkuar në atë gjendje, i ka qenë i vetëdijshëm çka po ndodh me fatin e tina. Mirë po ndodhshin edhe këto. Prej një majt, numri ma i madh ka fillu me ardhë, pastaj më në korrik, në gusht, shtator, ka pas numër të madh deri me 20 qershor. Deri me 20 qershor ka pas të plagosin që i kanë pru. Edhe pse nënshkrua marrëveshja me Serbin, këfori me Serbin, prap kanë pru të plagosën, i kanë plagos se kanë qenë ushtria ende në Kosovë, ose të ikë, Sërbët kanë plagos këta shqiptarët, kështu që numri ka ardhur deri me 20 qershor kur kemi hi forcat tona shqiptarët me 20 qershor në 99-ën kemi hi dhe kemi marrë spitalin në dorë tona. Drejtë me thonë, kom pas shumë pacienta të tillë që kanë pas dëshirë me pa vdekin në vend në ngjarjes, apo kanë dashur me kthye prej dritares me myt veten, po aty kanë qenë të lidhur disa tyne të plagosën, kanë qenë të lidhur për radiator apo për krevet. Edhe pse i kanë plagosën, edhe pse ishin në gjendje
të randë shëndetësore që s'kan pas mundësi fare as më quë, mirë po i kanë lidhë për kreveti apo për radiator. Kështu që ata kanë lypë me mytë vetën edhe për shkak të vujtja që i shkaktojshin drejtën e tonë. Aty këm pas pacient Gjokën Drecën, për shembull, ka qenë i plagosur në bark dhe i kepën, mirë po policia sërbe, milicia atëherë, për me shkaktu dhimbje më të mëdha, atëherë i kanë me automatik apo kundak ja kanë hapë plagët me shkaktu sa më shumë dhimbje. Dhe ne ishëm vizitë mjekësore gjatë paraditës dhe na thonin edhe pse ishin milicë aty në dhëmë edhe në korridor ku i përcjellsin çka po dojnë me folë, çka po flasin dhe në të vogël theshin ju lutna mos na bini ushqim apo diçka ekstra se masanaj në mbrëmje po na rrehin edhe më shumë. Kështu që u konë problem edhe me trajtue për shkak se kishin probleme prej policisë, apo edhe prej pacientëve, më kanë tregu këta pacientat që prej pacientave sërbë që kanë të plagosur dhe janë shkuar me këshirë ku janë pacientat shqiptar me maltretu, me rre, edhe pse janë kanë civil, apo janë kanë ushtar të sërb, milicë sërb, të cilët janë shkuar dhe i kanë rre nëpër dhoma ku kanë qenë shqiptarët. Gjokën edhe disa tjerë me murën prej spitalit dhe i dërguan në spitalin pulmologjisë, ku është tani kjo Ministria e Shëndetësisë dhe i dërguan në atë ndërtesë ku këto drejtarët kanë qenë me rrjeta të metalta për mos me mujt me ikë përpara të rujt, ndërsa në dhëmë nuk kanë pas mundësi me ikë. Dhe aty sa ka qenë në atë spital, për çdo ditë jam shkuar me ndihmën e shpejtë, i kom trajtuar, i kom lidh këta Gjokën edhe Abdi Krasniqin, u konë edhe një femër për arremen, për në emnat tash kam problem edhe për shkak që kom pas një sulm, kështu që bukur shumë për i harroj emnat, dhe u rregullu bukur shumë Gjoka me shëndet, dhe mirë po e murën dhe e dërguan në Gjakov. Në Gjakov e kanë trajtuar, gjithsesi e kanë operuar edhe kolegët edhe një herë aty, dhe ka nejt disa kohë, mos i ushnosh, bukur mirë, e kanë dërguar në burgun e Pejes, dhe pej burgut të Pejes e kanë dërguar në burgun e Dubravës. Dhe për fat keq, Gjoka Ndrecaj edhe dy shqiptarë tjerë me 19 maj 99 thojnë që prej bombardimeve të natës kanë vdek këta trenja Topalli, mos gabofsha, një shqiptar tjetër i Ferizajt, edhe një tjetër i kam të shënuar krejt po them emrat, kështu që Gjoka ka vdek me 19 maj 99. Ndër të partë, prej bombardimeve, se prej këtyne rrahjeve këto, ndoshta kanë pas edhe shqiptar tjerë, por prej bombardimeve kanë qenë këta tre. Ka fundi në 98-ës, kanë ardhur mjekët prej Amerikës dhe
i kom marrë dhanat në kryqin e kuq të Kosovës me profesor Sufda Dushen, ka qenë kryetar i tonë. I kemi shku dhe kemi bisedu me këta mjekëse dhe i kom dhënë dhanat për pacientat të cilëve i kom nxjerrë shënimet prej protokollit dhe kam pas raste të pacientave të cilëve të vendi i profesionit ju ka shkruar profesionit terrorist. Dhe i kam 17 pacientë të tillë të cilët kanë qenë me këtë profesionin terrorist. Ndërta është edhe një pacient i ri, 17 vjeçar, Naim Qufaj, pe Deçanit, pe Prelepit, ka qenë në mos gabofsha lagja Arbana të Pejës, dhe edhe ai ka qenë i plagosur në anën e djathtë të Krahnor, i cili ka qenë në kirurgji, gjithsesi në kirurgjinë ajo dashur në kirurgjinë torakale me qenë se ka qenë në toraks i plagosur, mirë po e kanë prunë në kirurgjinë vaskulare. Dhe aty kemi pas numrin më të madh të pacientëve të plagosur, edhe këta 17 pacientat me profesion terrorist, të cilët i kanë prunë aty, edhe të tjerë që kanë qenë, po s'janë kanë me këtë profesion terrorist, i kanë prunë në kirurgjinë vaskulare, në par mënyrë edhe me na lanë si fajtor që kënë se just si një kujdes që duhet apo diçka ngjashme, mirë po edhe me koncentru milicin mas shumëti në kirurgjinë vaskulare, në mënyrë që mos me pas polic shumë, mos me met veç në spital, se ishin edhe në për teren të luftu me forcat e UÇK-s, kështu që i kanë prunë në kirurgjinë vaskulare. Dhe aty kanë hjek drejtën me thonë, sidomos këta që kanë me këtë profesionin terrorist, i majshin disa ditë dhe i marshin, i dërgojshin në burgje. Sikurse gjokën drejtën që thash, në këtë Naimin e kom marrë, kënë se me bë disa analiza në prodrom, dhe e kom dërguar deri në shtëpinë time, në Matiqan, dhe e kom majt 12 ditë. Mas 12 ditë kemi ranë në kontakt me Zherka, ka qenë edhe ambasadorë mas luftës në Bullgari. Aja kanë ardhur në shtëpi te une, kemi bisedu me ta, ai është 17 vjeçar, ishte pak më i vjetër se djali jam, se djali imi, dhe kanë nejt 12 ditë aty, bisedu, qysh me largu se në atë kohë ishin 30 shtëpi sërbë në Matiqan. Thosha mos po hetojnë edhe po ma marrin ata, s'kishna qef, dhe gjatë qëndrimin në spital, ka ardhur gjyshi i Naimit edhe kjo nana Naimit, se babën se ka pas, dhe kanë vizituar. Mirë pas se lashin me vizituar të Naimi, a ishte në dhomën përballë, unë e kom pas për fat dhomën përballë tina zyren. Dhe i kom shtinë zyren time edhe i kom qelë derën të Naimi, e bisedeshim na nërmja veti, se milicë sërbë ishin në korridor, dhe bisedeshim me babgjyshin e tina dhe me nanën e vetë, dhe ndjejke Naimi edhe ndonjë fjalë folshin, kur i theshëm që u larguan këta milicia, kështu që
e kanë pa që është gjallë, e mora mas pas, dërgova në shtëpi dhe të një kom najtë kontakt me vllaun e tina në Zvicër që ka qenë. E bam punën qashtu që përmes Sinan vlla Saliun me këtë kryeziun, me këtë zherkën, ranë kontakt me Ismet Bedgjetin dhe im shkuë së bashku me Fadil Latifin, është i Kumanovës, dërsa mishti ka në Preshevë. Me Fadilin më kanë në 3 luftat së bashku me ta, kështu që shkuëm e dërguam me këtë Naimin, nuk ishte ID. Po, kështu që e dërguam me autobus shkuam, për fat mirë nuk na kontrolluan, e dërguam në Preshevë të miqtë e tina dhe prej aty o ardhë Ismet Bedgjeti, e ka marrë, e ka dërguar në Kumanov dhe jemi marrë vesh përmes telefonit, tek në 2002 jam takuar me Bedgjetin. Asnjëherë kështu, kur jam shkuar për vjetër të luftës UÇK-s të Maqedonisë, në fshatin, në spitalin e kemi pas në Likov, ndërsa fshati ku kemi majt këtë manifestimit, aty im takua, kur im dal me fol, atëherë më afrua Bedgjetit, tha, boll, shpesh kemi fol në telefon, po tash po të shoh që jemi në qatë fshat para. Kështu që e dërgova këta, ka hjek shumë Naimi, e ka marrë Bedgjeti me quen, ja ka bo një pasaport falte, ka quen atje në Zvicër, e kanë zanë, e kanë prun në Shkup, e prej aty e kanë marrë prap Bedgjeti, si duket me pare, e ka quen rrugë tjera në Shqipëri, atje u konë spital, prej aty ka bo pasaportën shqiptare, masana ju shku në Turki, dhe pe Turkisë në Shqipëni prap, edhe prej Shqipënisë në Zvicër të vllajve. Pas çlirimit, u martua, jemi shku njëherë me që këtë Fadilin, e kemi vizitua, se ka pas ende gjyshin edhe nanën e vllaznin, dhe me pas u martua, ai janë martua veti treti, 3 vllazni për një ditë, jemi shku une me vllaun edhe me këtë Fadilin, që të shokun që mi kanë gjatë luftës, dhe ka ardhë Ismet Bedgjeti zbashku me këtë shoqërinë e vetë, dhe ka kënua ndarcmen e këtij Naimit. Drejtë me thonë, aty kum kajtës. Ata e konsiderojnë si me kanë fëmijë. Për fat, e kom pa që ka pas mundësi edhe fëmiju im me pa pas njëjtin fat. Kështu që mu ka ardhë mirë që jep puna mu martu. Edhe me janë ndarës, edhe ne që e kemi trajtua, po ashtu edhe Bedgjet, ky Ismet Bedgjeti, cili erdhë me i ba ndarës. Më pas, kum pas të një dhana ma shumë për ta, Brahović i kanë thonë për para ka pas, mirë po edhe në protokoll i shkruan, ndërsa më pas me ka dhënë dhana që është Braha. Është i Krajkovës, fshatit Krajkov, ku si vjet
më ka thirrë dhe jam shkuar e ka ba për kujtimin e të vrarjen të vllaut dhe të babës së tij, të cilën qatë ditë ja kanë myt babën edhe vllaun e ktina ky i plagosën, janë kanë dhe të plagosë edhe të vram edhe disa të tjerë. Shkum me vizitua. Gjatë luftës ishte i lidhur në kreveti dhe e pash që po dojnë me marrë këta sërbët në farë mënyre për me marrë me dërgu dika në Burgos me eksigit me myta për diçka tjetër. Dhe i thash, braha mundesh me të thonë dikujna me ardhë me të marrë e me të hjek pej këtujt, po s'mu i tha me dalën e pej këtujt, thash, unë e të qes te na bërë të qesën. Tha, jo veç, a mundesh, thash, tha, po, e ka thirrë dikan, nuk e di, burr i tezës, mos gabofsha, edhe e kom marrë se në podrum i bëjshëm analizat, rentgenit, kështu që kënë se për bëj disa analiza dhe kom marrë tejtë dera daljes kirurgjisë, tha, jo, tha, mos më le këtu. Thash, anë ku, tha, ma na bërë që aty, vjen ai më marrë se këtu, mos për marrin policia prapë. E kom quet dhe ku e kanë marrë këta familjes taflën dhe tina, dhe e kanë pru, më pas më ka të regu, e kanë dërgu në Belani, dhe prej aty të profesor Ali Zatriqi u kontrolu për çdo ditë trajtimi i plagëve. Dhe mas luftës më pas jam marrë në kontakt, mi ka dhënë dhanat se si ka hjekë qysh ka ndodhë sulmi i Serbëve në Krajkovë, dhe atë ditë e pash edhe venin ku janë vra edhe malet të Krajkovës, ku e kanë zanë këtë Abedin Brahe, se kada i gjojnë a jemën se po më hupin mua. Kështu që e kom taku atë dite, erdhi një numër i madh fshatarëve dhe këta politikës e tjerë, kur përrua busti i familjes tina dhe disa të vrame, dhe ishte edhe ditë me diell, kështu që kemi kaluar mirë. Unë kanë pritë shumë mirë dhe ja kom dhënë edhe librin ku shkruan për Abedinin në librin që kom shkruar në ta. Kështu që është Muhamet Kiqina, një luftar i OÇK-s, për i Drenasit, i plagosën dhe kanë pru forcat sërbe, milicia sërbe në QKUK, kish humbë gjak bukur shumë në gjendje të randë, ka qenë i plagosën në anën e djathtë, nën sqetër të anës e djathtë, e kanë pru për fatë mirë, ka qenë profesor Sadri Bajraktari, atë ditë kujdestar, jem shku edhe në zbashku me ta, kemi operuar këta, një 2 ditë 3 ka qenë në kirurgjinë vaskulare. Mas 2-3 dite kanë ardhë milicia sërbe me veshje civile për me marrë. Kanë bisedu me profesor Sadrin, ka thonë nuk mujnë me lëshu se është në gjendje të randë, ende jo ka thonë duhet me shkrua këtë fletëlqimin, nuk ka pranua profesor Sadriu, edhe ja kanë marrë një mjek sërb, e ka shkrua fletëlqimin dhe e kanë marrë me dërgua
në burg apo dikun tjetër, mirë po unë ishna me rroba të sallës me hinë në operacion dhe të lifti në katën e tretë të kirurgjia vaskulare e pruni një kështu pastrues këtë krevetin me shtinë aty. Baba e tina ishte përballë kanë lifti tjetër, këshir ke djalin e vetë. Thash, Muhammed, mos ki gale se mirë ka me shku puna, mi dhanë dhe gajret, se diqëm që ka po bëhat me ta drejtën, me thanë kur gjë, mu ka drejtue që kë sërbit civil, tha kush shije kështu nanën sërbisht, ai pastruesi gjithësisht ai që e bartë krevetin, tha për kjo është mjeku i tina, tha këta janë njëjtë terrorista sukur kë për mua, edhe e morën e shtin në lift, unë shkova te baba e tina, bisedova me ta, e thash nëse mundesh me shkuet te avokati Bajram Kelmendi ka qenë ende, thash ndoshta mos po mundet me të ndihmu. U ndam me ta, shkuan ma morën, shkuan. Në 2001 baba e tina ma ka pru një paqet mall cigare të cilën ma kish dërgue kë Muhameti pel burgut. Dhe ose qatë vit ose në vitin tjetër e kanë lëshu Muhametin, tani ka ardhur disa herë në spital, mi taku me ta dhe me profesorin Sadri Bayraktarin, më pas më ka thirrë edhe në darsën të kë, ai për fat mirë ka pak defekt me dorën e djathtë për shkak të lëndimit të krahut të djathtë, mirë po është duke punuar ka qenë në qeverinë e Kosovës, ka edhe fëmijë, jemi në kontakt me ta, kështu që unë vjen mirë që është gjallë. Is Hoxha, me ta jam takua edhe në luftë në Uçikën e Maqedonisë. Ai i lindur për lufta. Në Kosovë, i plagosën, i operum nga një kolegë, doktor Ömer Aliu, në zonën e Malishevës, i plagosën në bark, e kanë prunë në spital, ka hjek qatë shumë dhe ai ka lypë vetë me veti përmes bruqi kanë ai ka qenë një katë ma poshtë, ai ka lypë me myt vetën me gjuhë prej dritarës. Ja kanë pik cigaret në durë, maltretimet ma të randa që kanë mujtë mi përballu Isa, ja kanë ba milicia apo shteti sërbë në farë mënyrë, se aty nuk dihet kush kanë qenë ose policë, ose ushtarë, ose kësi pacienta sërbë që kanë, ose pastrues sërbë këtu, kështu që kush ka mujtë ka ardhë me ba zullum ndaj tina. Isën masanej, për fatë mirë, ka pështua, është gjallë, është të punu në Prizren, e kom takua në Likova, ashtë në spitali aty, kështu që kom pas edhe kontakt me ta, ndëgjohemi me ta në Facebook e kështu edhe me telefonin. Po është mirë edhe për mundet me punu, ende apet më vjen mirë që mujnë me punu, hala dhe më janë shnashëm.
shnash mos e mujnë me punu. Liber janë 1239 pacienta, çka e këm përshkru prej 1 maj 98 deri me 20 qershor 99. Ylberi, një luftar për mua shumë i madh, ku përmes me nejt në durët sërbe, ka këthyje prej katit dytë të gjykatës për me mytë veten, por mos me dhanë dhana në gjyq. Mirë, për fat keq, e kanë plagos pesë në alti dhe u plagos në shtyllën kurrizore. Ka nejt një afër 2 orë, nuk e kanë prunë në spital, me nejt në gjendje sa ma të ranë, kënë se nuk po mundet me ardhë dhe kjo ndihme shpejt me marrë këtë, e kanë prunë në spital dhe 2 ditë a 3 kanë nejt në kirurgji, gjithësisht në kujdesin intenziv, se sënë plaqilloj, aty e kanë vizitru edhe kolegë tjerë, ndërta doktor Talat Gjinolli, neurokirurg, dhe e ka ba testet edhe i ka të regua që ti kime ushnosh dhe kime mujt me ecë. Tha, gëzim ma të madhë për mu nuk ka pas, mos më të regua që do të shpëtoj me ecë, se në bashkë në Kurriz ka qenë i plagosën për prellës. Mirë, po edhe kë më ka të regu masanej sa ka hjek me shku dhe në Beograd, sa që ka lyp vdekjen me vdek, e mës me nejt ma qëfar zullumi kanë ba dhe në Beograd. Po ashtu edhe në burgun e Beogradit, edhe ma pas edhe në për burgjet tjera në Serbi. Mirë, po për fat mirë, është mirë në atë kuptimin, në shtëpi, ka punu, nuk di për momentin që të është, se një kohë pat problem, e kanë hjek prej krye inspektorit burgjeve ka qenë, mirë po është shnash e mirë. Kështu që fati tina ka desh qashtu me qenë edhe me pas me shpëtuar për aty në traumave që ka sjell Serbia. Veç për të regoj, në 3 lufta kom qenë. Dhe një ditë para se me shku në Kumanov në Likov, erdhe në më thanë janë 500 vetë të plagosën. Ishte 6 maj e diell 2001. 2 ditë për para, së më premten, erdhe mikëm, edhe mjek ka qenë, erdhe më pa, tha, Sali tha, kumë një që të kishin përjashtuar. Thash nuk di, nështë. Thash kush filanit, drejtore e nejknej. Thash sot gale, përshnash, tanën këshyna me këni. Edhe prit që me shku tanën mu taku me ta, me pa qka, mu marrë vesh qka për thot. Kur të dilën, më sërën, thanë që shto është punë. Apo vjen në Kumanov, thash po mërë. Edhe e thira edhe një kolegë tjetër, doktorin Ymer Aliun, kirurg, me ta kom punu edhe në kirurgji, po edhe në lufta, e mi kanë me ta. Thash, Ymer, që shtu pra është puna, janë 500 vetë, plagosën, apo vjen. Qështu nga kanë dhanë lajmë, se nuk ishin kanë ashtu, po edhe 2 me kanë ishë nga shku. Ka qenë ma shumë se për 42 ditë i kom pas 370 plagosën në Likov, që ka jem kanë në. I kam në atë këtë shënime të për ta, me mujtë mi marrë, këshna balë në ashtë një liber dhe për ta që ka ndodhë,
për një 42-3 i kam prunë në spitalin e Prishtinës, aty i kam dhana që kushin kanë me të farë arme, bazë diagnoza që mi kanë prunë në spital. E tjertë janë protokolle, të cilët me mujtë me gjithë protokollin, më ka thonë komandantën që e këm pas atje, ndoshta do të këshirë me marë për aty në komandantave të UÇK-s të Macedonisë. Malisht në drejtë, me ta, i këm thonë me mujtë me marë, me pas se të damë, edhe ka edhe incizime qysh kemi operua në dritë qirit, se në ndalshin edhe rrymen atje. Të kalum jashtë, po në lidhur me ata që më hjek për punës. Edhe mas 42 dite, u jem kanë edhe të mëkë. Edhe më thiri erdhat e hanë, dilën shkova, mas 6 jave jem këthyje, të hanën jem këthyje, të martën jem dalë punë, të martën erdhë drejtori e kirurgjisë, tha, u takova me një anesteziolog në zyre para kësajna sallave të operacionit, ku ishin me najt me pi kafe, atë shka para se me hinë në sallë, tjetë pak ma largë ka qenë salla, najt me Rustem Gashin, anesteziolog, ka qenë pjesëmarrës i luftës në Dugagjin. Po më vetë mua qysh ke kaluar në këtë kumano, në Likovë, thash, qështu, edhe zëm kaj cigare me ta, ndërkohë hyni drejtori, tha, sali 10% i kitë heshne prej rrogës. Thash, shka bo puna? Tha, e ke 10 cigare. Thash, nalë më sugut, thash, qka? Thash, që pe shuku këta, mas i hjek pesh 10, që edhe një për lezi, e banin 20%, edhe e shuka edhe e leza edhe një, mirë për i kish hjek veç 10%. Atina tjetërit që ishte edhe me mua, atina jo se a ishte në repart tjetër, a ishte në anestezi, unë në kirurgjisë banë. Kështu që, deshta me të thonë për Ylberin, mua në 3 lufta kesh, edhe do ishtë më përjashtu. Më kanë dy edhe masane, edhe në vitin 2019, 18-19, kanë dashtë më përjashtu, bile më kanë një televizion, Jarenin, këm bazon me deklarata, në bukur gjatë, nuk i kanë këshyrë, këta nuk i janë pala, sa ke kontribuë, drejt me thonë. Po për mua kjo, unë e kom kry punën teme, çka bojnë këta tjertë, që cili, sukur mu falë, dikun për shemë, ti falesh për veti, jo për mua. Po ndodhëshin këtu, po mas me rana kjo që sa ka kontribu Ylberi dhe ma në fund me hjek për punë. Ska koment për këtë punë, kështu që nuk di çka me thonë. Tani jem taku me ta, në atë kuptimin, na erdhë një punë me shku jashtë, bashkë, e i tha një kolegë tjetër, tha qysh me dënua Salijën, ja tha qepe ja këthej qatë 10%. Thash, o doktor, krejtë shpinë tonë me shqit, pas sunin tonë që e kje, nuk mund është më pagu. Se nuk ka qmim që më pagun, që mi ke hjek vëllet, nashta 20 marka, si në konë se 220 marka kemi pas këtë qëtë rrogën. Do 25
30 marka si në kanë, po krejt pastorin me shqit nuk mundesh me pague damin që ma ke ba në atë kuptimin moral, se me mi pa lypë 10% të rogës ti kishna dhanë, me pi cigare, diçka ti kishna dhanë. Po mua ban në atë mënyrë, qatë ditë erdha prej luftës, men që me thonë, a ke hjeka, pse nuk më ke vetë ti, a me shku në luftë, edhe me të dhanë, me të dhanë leje, une të kumë qua në luftë. Si marrë leje, kujna në botë që pa vetë, po që më shkue me zërë, kërkun. Edhe në lapë që më kanë, më shku në lapë, veç në artë të shpia, më kom të punu në beton në shpe, erdhë Mehmet Aliu Hertica, tha është një plagosën apo vjen. Thash po më, kom hjek të eshat atë, një parë pantoll, edhe më shkua, mora një kaset me këshiru, më tregoj pak që ka, edhe më shkua në lap me vizitu kështu që në luft asë në herë, edhe më pat vetë gruja tha, një herën e fundë tha, sa ki me nejtë? Ashtë 3 javë, 3 javë, 3 muaj, 3 vjetë, nuk e di as vetë kur vi. Po kur se kom ditu në atë do të kthejna gjalla ja. Kështu që në luft, kur kanë se veti që përshkaj në luft. Se që më shku me zërë, kur kun. Drejtë me thonë të yllën, aty kanë qenë një kujdes i atashëm për sërbe, edhe për drejtërit kështu, sa aje ka pas në kujdesin e vetë, Andrija Tomanović u konë drejtër, aty ka pas kontakte ma shumë të doktoresha Bruqi, e cila është një heroin, cila u konë kujdes për pacienta, jo veç për këtë yllin, po edhe për pacienta tjerë. Dhe këta që në konë te për tranë, sidomos në kujdesin intenziv, kanë kalu për mes buqës, bërbuqa. Kanë qenë edhe mjek tjerë shqiptarë, në konë Tefta Ahmeti dhe disa tjerë që mirë për buqa është interesuar jashtëzakonisht shumë. Dhe për mua është një heroin drejtë, me thonë, sa ka punu në atë kohë. Ardhë këtë migja e këtina yllit, me tajmë takue që të pranimi në pëdrëm, me shumë ardhë ka theke po lypin gjak, po barnat me këtë, thëshëm buqen, marke buqa shkoj këshyrë. Ato e kanë maltretuar shumë sa që 6 herë e kanë operuar në kirurgjin tuna, që kjo Andrija Tomanović. Dhe në fund që kjo djali është në Amerikë, të është migja e tina PRN, a i ka lypë dyqysh me quë Novi Sad. Dhe se najti 6 muaj dikun në kirurgji, 7 ore, 8 ore, 98 dhe në mars, 99. Dhe qatë ditë që e kanë marrë, e kanë quë për në Novi Sad, në hyrjet Novi Sadit, dikun ashtu kam dhona që ka vdek. Mirë po ka hjek qash shumë, dhe që ka thonë Ramushe qysh në kanë ikë. Kjo nuk është veç ylli që kanë ndodhë me ta, e kam grupin e Gjakovës, që i kanë prunë në spital, të tanë janë terrorista, Arbër Spahiu, janë grupi i Gjakovës, të cilët i kanë prunë që atë kohë në 7 98, dhe i kanë krejt 4 në dhëmë, 3
tjerë shtatën kanë ky grup. I kanë në zonë, sidomos ku e patën në zonë këtë najmë qufen në spital ushtarak në Dugagjin, disa këtë yllin e kanë dërguar në spital kanë pagarusha të Malishevës dikun, e kanë pa që gjendja është shumë e rëndë dhe nuk mund çka me bë në ato kushte. Edhe këta, edhe ky Isa Hoxhën, edhe ai s'ka pas mundësi mu trajtu ato, përsa e kanë pru edhe Isën, sukur këtë yllin, kështu që në numër tyne disa i kanë zonë, ose i kanë quë kryqi i kuq, i kanë quë, apo mjek pas kufi, i kanë quë në spitalet tjera, prej atjet i kanë pru në spitalin e Prishtinës. Mirë po, maltretimet për këta kanë qenë sukur për yllin, sukur për Isën, sukur këtë Muhamet Këqinën, Avdi Krasniqin, Islam Thaqin, po arsimi i shtimles, ka të pas shumë drejtë me thonë, edhe kom pas një ekspozite, përveç librit, 250 eksponate, ku ardhë atë dite në maj, mos gabofsha 2001, në atë kohën e s'kom ditë fort me folë për shkak sulmit, tash di bukur mirë i mësue, atër ai ka folë në bartë muzeut Prishtinë kombëtar të xhamia që është, dhe ai e tregoj edhe aty publikisht të hjek aq shumë sa që kanë mënuar në qeve për me gjujt për dritare. Ka thonë apo fleta, s'kam çka me ba, ani po të gjujma nejnë. Më pas ka të reguë, edhe ditë po thamë publikisht, ku kanë ba urinën këta milicia sërbe, një shishe dhe i ka thonë për me pi urinën. Pra janë gjana ndoshta që s'janë edhe për publik me çka kanë hjek këta pacienta, po kësa gjanda ju kanë ndodhë këtyne pacienta. Të secili rast, ndoshta mos me kanë para publikut ose dikun, vetën ndoshta dhona edhe ma të rana se sa që pi thamun e këtë. Këta e kanë përshkrua mjekët Amerikanë, për ta dhona këm pas prej tyne mas parë. Për këtë Valentina Malokun, e proqicës të Malishevës, e plagosne, aja ka shëtit pak njerë u shkru ka ndasht në spitalin e Gradicës mu trajtue, prej atyt e kanë marrë, kanë thonë që s'munde ma nej, e kanë prunë në Prishtinë të ambulanta Dardani, firmë njëft nëse edhe para lufte ka punu në atë ambulant, aty kanë operu edhe të plagosën tjerë, edhe i kanë thonë nuk kemi mundësi me trajtue, se ka qenë me plagë të mëdhaja në barkë dhe e kanë prunë më pas në spital. Këtë dhona i kom gjetë prej Amerikanë dhe në liber i kam të përshkrume prej të kujna i kom marë dhe i thojnë e përshkruan se Valentina 17 vjeqare, kjo ka qenë 19 vjeqare dhe ka qenë në fakultet në vitin e parë. Këtë dhona më pas i kom marë prej vlau të kësajna, i cili ka qenë luftar, mirë po s'ka mujtë me ardhë me vizitu, për pas nana që ka qenë në spital, dhe aja e ka rujt, mirë po e ka në re, në bazë të dhonave të mjekve Amerikanë,
e kanë rrahë në lift nga këta prej personelit mjekësor, jo prej policisë, po personeli mjekësor, mjek apo infermier, nuk për di, po personel mjekësor e kanë rre edhe ata në plagë ku ka pas plagën në djatë. Edhe i ka thonë nanës vetë, nanëve po shkojmë në shtëpi, ma mirë po shkojmë në shtëpi, po vdes se sa me hjek në spital. Kjo është e ranë, më ka të regu i vlajt tina, për mërë të vërtet është. Të mendu që është e familjes ma loku, të këtë raste i kanë rre edhe ma shumë. Se mës është kësi i uqëkës. Pa kanë pas armatim jo pak, po shumë edhe në magacina kanë pas, dhe në liber ato dhana që i kam prej Amerikan, sidomos në tana klinikat, po drumin e infektives kanë qenë të numëri madh i armatimit. Mas lutë e kom gjetë një letër ku janë kanë të graduar prej drejtorit kryesor që konë Andria Tomanovic me gradë më të madhen, me pas secili mjek kanë pas gradat, secili kanë qenë me armë të shkurta revolver, pastaj këtë automatik uzi janë do të shkurta, kështu që secili edhe gjatë bombardimeve kanë shëtit me këtë armë në për klinika, në për dhomat pacientëve, për me shti të merrin e pacientëve sa shqiptarë. Kam dhana jam shku edhe në shtëpi të pacientëve, Vojvoda, familja Vojvoda janë të Drenicës, gjithësisht të Skanderajt, fshatin Laush, zbashku me televizionin RTK-s, kemi shkuar, kemi vizituar, në gjendje bukur të randë në këtë familjes, dhe kom marrë dhanat për tyne se si ka ndodhë kjo ngjarja, dhe kanë pa që unë ka të reguar se drejtori kryesor i QKUK-s, KBC-ja kanë shkru këta sërbë, Rade Grbić, ajo konë drejtori kryesor, i cilin me 25 mars 99 ka dhanë vendim me përjashtu krejt shqiptarë, po ashtu edhe pacientat. Dhe i kanë hjekë edhe pacientat cilët janë kanë me 13 mars janë plagos në tregun e Mitrovicës dhe në Podujevë. Kanë pas me plagë të kamëve, abdomenit, kokës të tjerë, dhe i kanë hjekë pacientat edhe me këtë me qaso plagë prej këtina spitalit, kënë se me lëshua venin për pacientat sërbë. Edhe aty ka qenë numër i madh se kom gjetë, kom dhana aty, vetëm për 3 javë gjithësisht për 21 ditë, prej 1 maj dhe me 16 maj i kam 325 pacienta sërbë që i kanë prunë në spital të plagosën për forcave të UÇK-s. Këto janë veç polic edhe këta ushtarë, jo civil. Do të thotë janë 325 për 16 ditë. I kam në këtë liber dokumenta të cilat i kam gjetë
gjatë 24 orëve, kujdestaria për 24 orë, sa pacienta do të të pej 1 maj 99 dhe me 16 maj 99, sa pacienta kanë orë, sa kanë qenë të vdekun, sa kanë vdekë në spital, dhe sa i kanë dërgu për në spitalet në Serbi. Edhe aty kam një dhanë që ka qenë edhe një spital në Prishtinë tjetër, nuk e dim, si duket një spital ushtarak, mirë për nuk mujtë me gjithë, sa thët e kemi transferuar këta pacienta në spitalin tjetër turnin në qytet. Jo këto që ku kësë jo konë, po tjetër. Kështu që është numër i madhë cilë ka qenë plagosën, mirë po këta, kë Rade Gërbici, këtu i thëtë që janë sulme nuk i të NATO-s. Nuk i jep këtë dhona që i kanë plagos UÇK-ja. Mirë për në bazë të diagnozave të këtyneve, e dim që nuk janë të NATO-s dhe atë kohën ku i përshkrujnë ata se janë të shkru me për cilit vend kanë ardhë, thëtë një pacient u plagos, NATO nuk të plagos me një, kur gjuhën nuk e gjuhën për një njeri, një bombë, mirë po këta e përshkrujnë një më karë për këtina, për atina, 3-4 për këtina, po do të thëtë që nuk janë të NATO-s, po janë prej UÇK-s. Rastin e këtina, se harrova me thonë, vojvodës, janë vetë nana me 4 fëmijë janë të plagostë. Në një familje, në një shtëpi, ku janë konë po drum, dhe janë hi milicia sërbe e kanë gjuë këtë bomba, dhe për fatë i ka rrokë këta 4 antartë edhe këtë nanën këtë sajna vojvoda, familjes vojvoda, po aty ka qenë edhe e zoja shtëpis, e kam emrin e sajna aty, e plagosnë. Edhe kësaj familjes vojvoda, njëni fëmijë ka vdek. Dhe ky Rade Gërbici ka në intervist në dhane për këtë agjensin angleze, ku thëtë NATO i ka plagos. Dhe thëtë që i ka bajtyneve ka pështuë dhe i ka prunë fëmijën e një njëni i ka vdek në majteni, se me 15 prill ka ndodhë kjo, po mdoj që i kanë plagos milicia sërbe, e kom vetë edhe Fadil Beken. A ka pas gjumje në atë kohë sa ju. Do të thëtë s'ka, po edhe në plaga në kënej nuk janë që është bombë të kësajna, se kur e kanë gjujt veç që ta që në kanë afor derës, e kanë gjujt bombën, dhe ata se u kanë plot a i po drumi kërë në kanë, tjertë nuk janë kanë të plagosën, për pas e zoja shtëpis, edhe nana e këtyne familjes vojvoda, dhe kështu, ky e jep intervistën, thëtë, i ka një muët e një thëtë policia sërbe i ka prunë. I ka qua deri në Skënderaj, prej aty ka qenë mjek shqiptar aty, i kanë qua në Mitrovic, Mitrovica si ka nërë, i ka prunë në Prishtinë. Këta të plagosën kanë hjek shumë, djali madhe t'yne se në kanë 3-14 vjeçar, maj madhe, tjertë në kanë vogël, të 2 vjeçar maj vogli, thëtë,
mu ka dasht me shkue, me marë me kolic, me marë ushqim në për kanta, se s'kishëm ushqim me hangër bukë. Ushqim me hangër, kështu që vetë. Dhe ata i kanë fotografue, i kanë ingjizue televizioni grek, edhe sajrë i kanë bon ingjizime, kështë sa shumë po kujdesmi për këta, i kanë thonë me bon me bërtit ose me full diçka keq për këtu, ne ndërprejmë inqizimin edhe do t'ju gjujmë për dritare. Kështu që s'kanë guxuar me full, edhe sajrë i kanë vetë, po NATO na ka gjuhë. Nana me mbrojt fëmin, në farë mënyre ka pranu kënë se NATO, po në realitet nuk është NATO, po janë bombat e policisë sërbe. Që ky djali ku mbajt sa ushqim prej të kantave të bërlogut me i ushqyje vllaznin e motrën e nanën. Edhe kur na i hjekëshin që tha a kije etik Hipokratit, më falni, po kam probleme, tha na i hjekëshin këtë fashat me forca, sa që ma mirë mës me na i hjek hiq fashat se sa çfarë dhimbjesh i kesh me të. Gjashëm janë edhe pacienta tjerë, edhe këta, edhe pse si më kanë në atë kohë, këta të burgu të braves, po kanë hjek qaq shumë sa mene nuk jam merë. Pa anestezian, pa kurgjanit, kanë lujtë. Mirë po, s'kam dhona në atë kuptime se edhe në veç pacientit që kanë, edhe ata që ka kanë bon dajtina. Po është një fëmi i cili ka qenë i plagosën, gjithësisht i shkelën me tank, ku forcat sërbe i kanë zonë në komunën e Drenasit dhe i kanë da mashkujt në një anë dhe femnat dhe fëmijët në një vend tjetër. Ndërkohë, familjen e Dardanit i kanë shtinë në Kerr. Dhe nana vetë një fëmijë ka pas në prehen, Dardani ka qenë 9 vjeçar, i ullur në karriken e shoferit dhe 3 fëmijë tjerë janë kanë në mbrapa. Dardan Nika. Ata duke nejt në Kerr e kanë thirë tenkën dhe ardhë i kanë mshue këtina Kerrit. Nana e ka pa që po i mshën Kerrit, e ka hapë derën dhe e ka gjujt fëmijën që e ka pasë në prehen, e ka gjujt jashtë Kerrit dhe këta tjertë kanë qenë në Kerr, mirë po Dardanin e ka zonë në anën e majtë Kerrit dhe e ka dëmtuar shumë në bel të tina, ku i ka pas thyme të mëdha të eshnave të legenit të trupit, ndërsa nana fëmijën e ka gjujt jashtë kur e ka qelë derën, mirë po i ka dëmtuar, i ka lënduar, i ka thyë kampt në 2 kampt. Ta fëmijë tjerë mbrapa për fat mirë kanë pështuar, nuk janë lënduar shumë, po thyrje këtyre nuk ka pas, ndërsa nana edhe Dardani mas shumëti. Dhe më pas i kanë thonë babës të Dardanit, nëse danë me shpëtu këta fëmin, Dardanin, se kanë mendu edhe këta tjerë që janë të lëndum fëmijët, dhe gruan, duhet me nënshkrua që kjo ka ndodhë një
dent në komunikacion. Ai ka mendu ma mirë me shkrua që i ka ndodhë akcidenti edhe mi marrë fëmit edhe mi dërguën në spital. Dhe me një autoblind i kanë marrë, i kanë shti edhe me autoblind i kanë pru deri në spitalin Prishtinë, ku Dardanin e kanë shti në operacion, ndërsa nanën në ortopedi e kanë trajtu në ortopedi, Dardanin në urologji. Edhe pse e kanë bën operacion, prap ka pas probleme shëndetësore, dhe ndërkohë e kanë marrë e kanë dërguar në Beograd. Edhe atje kanë operu prap, mirë po gjendja tina nuk u konë shumë kënaqshme shëndetësore dhe agja tina ka shku në Beograd, e ka marrë Dardanin, e ka pru në Prishtinë, ndërkohë prej Prishtinës jenë shku në perëndim në Norvegji, mos gabofsha, apo një shtet tjetër. Dhe prej atyt, përmes jo kryqit kuq, po është një shoqat e këtyne katolikëve, e kanë marrë dhe kanë mbledh pare, e kanë dërguar në Londër për operacion. Dhe në libër të shkruar kam ku një infermiere e cila ka nejt me Dardaninken në spitalin në Londër, është kujdes për ta, është krye operacioni si duhet dhe për fat mirë është shpëtu mirë, më pas ai o kthye në shtëpi, tani është duke jetuar, i ka bë tani 34-5 vjeçar, se ajo konë 8 vjeçar, 9 vjeçar, o konë 98-ën, është marrë edhe me sport, sidomos me kickbox, edhe për fat nana vetëm ka treguar se ka zanë vendin e parë në shtetin të cilin jeton. Pra është me shëndet bukur mirë dhe jeton me familje. Ky është mentor Leposhtica, i cili ka qenë infermier, është i masakrum në masakrën e Makovcit. Ky ka qenë infermier, sikurse edhe këta personeli, këta civil që kanë qenë, ato është një numër shumë i madh, është ndër masakrat më të mëdha të cilat janë bën në 99-ën në Makovc. Ky 2 vite përpara, gjithsesi 97-ën, e ka shkruar këtë poezinë Mos ikni. Qëllimi është që mos e lëshoni vendin juaj, se duhet me nejt në vendin juaj edhe në rast nevoje edhe me luftu për vendin tonë, ma mirë me vdek në vendin tonë duke rujt Kosovën, se sa me ik e me shpëtua vetën. Kështu që ka bon një thirrje dhe për këtë arsye e kam përpos në faqen ku kam shkruar për mentorin, e kam përshkruar edhe këtë vjersh, është edhe origjinali edhe pjesën cilën e kam përshkruar prej originalit në mënyrë që me mujt me lexu secili lexues. Pra është një vjersh e këtij mentorit, ky ka qenë infermier, ka punuar në Marevc, në komunën e Prishtinës, gjatë luftës. Mirë po,
fati kanë desh që të zinën gjallë në Makovc dhe i kanë maltretu dhe i kanë mytë dalgadal. Përveç mentorit është edhe një infermier të cilin e ka mytë vetë ata edhe 5 fëmijë tjerë tina edhe 2 të vllaut si edhe të plagosën edhe një vajzë. Kështu ajo vajza ka shpëtu, këta tjerë pra janë të vdekun vetë i shtati, do të thotë 5 fëmijë tina në realitet edhe 2 antar të familjes tina, vllau 2 edhe 5 të tina të vram, edhe një vajzë tjetër e plagosne. Po në kolegj. I Orlanit Beqirin me Beqirin kum punu drejtën me thonë 86-ën, 83-ën, dhe kum kalu qashë mirë me thonë një 4 muaj kum punu, po ashtu edhe me vllaun e tina i cili ka qenë vozit i ndihmës shpejt, i cili pe Orlanit ardhke marke në Prishtinë dhe shkojsha në Orlan. Dhe edhe si vjetë kom qenë në Orlan aty, kom ba një fotografi në ambulantën ku kom punu në 83-ën. Po Berishat infermier të 2 janë të Suarekes, të cilët pra këtu janë 43 punëtor shëndetësor të vramë. Ndërta 45 janë 19 mjek, një farmakolog, 14 infermier dhe 3 punëtor ndihmës të infermierve. Do të thotë janë 45 punëtor shëndetësor të vramë. Këta janë jashtë këtina spitalit, po janë nëpër Kosovë. Edhe në liber dveçan që këm ba për këta 45 janë gjënsisht se si pushteti sërb qëllimin e ka pas që shkatrohet gjithësisht mi vëra punëtor shëndetësor në mënyrë që mos me mujt me gjetë shërim të këta edhe një farë mënyrë mi detyru me ikë populata prej Kosovës se s'ka kush i këshyrë, se ju thash se edhe në spital, se do mas 25 mars 99, drejtori ka dhënë urdhë që mi largu krejt punëtor shëndetësor, po ashtu edhe pacientat. Në farë mënyrë mi largu krejt populatën shqiptare, që edhe ata që janë të smur apo diçka ndihmë me kërku për dikujna, me shkatru këta personelin shëndetësor. Duke filluar nga mjekt, infermierët, ndihmës, ata që kanë dhënë ndihmë, me shkatru. Kështu qëllimi ka qenë që mos me pas mundësi me dhënë ndihmë popullatës shqiptare. Ata kanë qenë në mrena spitalit dhe une atë dite zbashku me, jo atë dite, po 2 ditë përpara, gjithësisht më shtun, zbashku me Ymer Aliun dhe Fadil Latifin edhe Rabie Aliu, infermiere, kemi qenë në Helshan, në spitalin Helshanit, ku ishëm në kufi dhe aty ashen edhe këta luftarët që ishin hynë në Shqipëri me hynë në Kosovë, ndeshin një natë në Helshan dhe prej aty të u futëshin në Kosovë. Ndërsa kur u nënshkrua kjo NATO dhe Serbia marrëveshjen me 12 qershor 99, atëherë vendosën personeli ushtarak në Helshan
që mi marrë pacientat dhe mi pru në Kosovë, gjithësisht ose në Gjakov, ose në Prizren. Dhe i minis, në të katërtët, unë Ymer Aliu, doktor Ymeri, gjithësisht Fadil Latifi, anestezist, edhe Rabie Aliu, instrumentare, dhe i erdhëm deri në Prizren. Atë natë kemi bujt aty të nesërmen të shtunën, do të thotë se e premte ka qenë të shtunën kemi marrë një paciente e cila kishte një lëndim në sy dhe zbashku me një tafërm të sajna e kemi pru në spitalin e Prishtinës në oftalmologji ku e kemi lanë këtë pacienten lëndume në sy. Gjatë ardhes ishëm me një këmbë të UÇK-s, edhe ashtu i shkrunte në kirën këtë kombin, UÇK-ja, kemi mbri në veternik, aty na kanë dalë këfori anglez, na kanë kontrolu a kemi armate me këtu, e kishmi armatimin drejtë, me thonë në atë katërtët ka një pushk me gjysmë automatike, kishëm edhe fyshek, kishën atë dikun une, një 170 fyshek dum. Mirë po man tepër ishin këto dy pacientet, njona lëndume në sy dhe tjetra ndihmë se e sajna, po ashtu edhe kjo infermierja që ishte me neve dhe natë 3 tjertë, dhe na panë që kemi pacientën anë këne, dhe pse ishëm të veshën me veshje ushtarake, i thame kemi pacientë për që në spital. Dhe prej veternikut imi hinë në spital, edhe përballë oftalmologjisë, dhe ta është edhe atëherë ka qenë, i shkon tenku, prej aty të kemi marrë pacientën, imi hi mrena në të sporterli, kemi bisedu një mjeke sërbe, i tham, e kemi pru qështu, tha, do të me shtri në spital, tham, ne do të vim, na njafke sigurisht se, po unë tash nuk e di kush ka qenë në sërbe, tham, do të vim mas 3-4 orë, do të këshyrum se si është gjendja sajnë. Edhe atë ditë, unë zbashku me Fadil Latifin, Ymeri shkoj të shtëpia e vetë në Prishtinë, kurse edhe kjo infermierja, ndërsa unë me më shku të Fadili, se unë ishna deshke me shku, s'kishna kërë me shku në Matiqan, shpinë, ku e kam edhe tani, dhe në lagjën e spitalit i mi shku në shpinë e Fadilit, ku familja i kishte shku në Preshev, ku ishin shku të dvet atje, dhe i mi shku në shpinë e tina. Kemi najtë ndërkohë e kanë thirë me shku në spital, ishin do shqiptar, se kishte disa të plagosën dhe u shku me në kujdestari. Une atë natë kum najtë të Fadili, të nesër të orë për kujdestarisë, kemi najtë atë dite të Dilen, dhe prej aty si më shkuën në të vneshtave, u konë shtabi i UÇK-s të Lapit, të Remi, me biseduet qysh mi abo për me hinë në spital. Aty u takova me leken, Nureddin Ujbishin, dhe tha, imi marrë vesh që tanën me hi të gjithë. Dhe tanën imi këthyje, imi hi në mëngjes, aty ishin forcat angleze, aty ishin krejt personeli sërb duke punuar. Ata kanë majtë mbledhje në një vend tjetër, na kemi majtë në salën ku i kemi majtë çdo herë mbledhjet, dhe kemi filluar prej asaj dite me punue, kemi
taku edhe pacienta tjerë, shqiptarë, mirë po ndërkohë i prunë pa dite pacienta prej zonave tjera ku ishin në për spitale tjera ushtarake dhe i kemi vendosur në QKUK, ku më pas kemi fillu mirë po mas një jave dal nga dal ata u larguan sërb prej atyt dhe ne kemi fillu thuj se në met një 2-3 kësi personel sërb, ndërkohë edhe ata u larguan, kështu që ne fillu me punua, me marrë në duar tona spitalin. Kjo është e mirë me fol, jo veçune, po se cili ka atë storjet e tyre, se çdo kun ka qenë ndryshe, përvojat e ndryshme. Mirë po është mirë me fol se të rritë, o di edhe në familjes më thonë në këtyne fëmijëve të mia, duket si ëndër se është e pamundur me ndodh kështu diçka. Edhe tash mendojnë që ka veç po flasëm diçka të tillë, por nuk munden me ndodh këto sene. Kështu edhe këto përjetimet e pacienta që i kom shkrua, është mirë me metë si dokument dhe edhe ekspozitën që e kom ba, unë për fat kom hapë në 4-6 qendrat e Kosovës, në Kuks, në Tiranë, në Zagreb, në Itali, atje në Amerikë jam kanë, në New York, në Washington, në Dallas, në Houston, ku kom hap ekspozitën dhe këtë promovimin e librit. Drejtë me thonë, aty plus e kom dorëzua librin, një libër është 2 numra, 1/2 i ka 1865 faqe. Qatë libër përmes profesor Ramiz Tafilaj, sa ju më ka ndihmu edhe me shtyp librin që ta krimet sërbë në Kosovë, është edhe në kjo Latifar Publishing Houston, është Dallas, është Ramiz Tafilaj, i cili më ka ndihmu, e ka shtyp faktikisht aj, edhe botimin aj e ka paguë, kryesisht edhe i ka ndihmu edhe Safet Martinaj i Furrës Qërimi, i cili më ka ndihmu për me shtyp në numër më të madh dhe krejt këto numrat e librit i kom shpërnda falas. Kështu që e kanë marrë në këtë biblioteken e Kongresit Amerikan dhe mas 3 muaj ditëve ma kanë dërguar këtë njoftimin se është pranuar libri. Libri i fundit që është kjo, përmendoj, është e kom zvogluar në kështu në faqe duket, mirë po materiali thuj se është kryesisht aj, plus është një dokument ku Islam Thaçi, është në faqen e parë, Islam Thaçi ka qenë pacient i imin vaskulare, edhe pashtu e kanë qua edhe në ortopedi, ka pas thyme të dure, ku kanë gjua milicia sërbe prej kapit të dytë në Prizren, e kanë gjua në tokë, ja kanë thyë duart, e kanë prunë në spital, dhe më pas e kanë marrë në burgun. Mirë për në burgun e nishit, a i ka atakue edhe një të burgosën, sërb e ka pyet për shka jeti këtu, tha, une kom pas detyrë me shkatrua krejt për protokollet, dokumentacionet spitalit Prishtines, mirë po më kanë zanë këfori anglez, më kanë dërguar në në milicinë sërbe dhe më pasë më kanë Burgos. Ajo është me emën, me mbjemen,
Pra, qëllimi ka qenë që të shkatërrohen krejt dokumentacioni i spitalit. Ngjajshëm ka ndodhur se duke në pej jam shkuar me këshirë, mos po ka dokumentacion të tillë dhe nuk kanë gjetë që ka dokumentacion. Qëllimi ka qenë të zhduken gjurmët mos të çka kanë bë krimet. Për këtë arsye është mirë që thatë parzit është e mirë kjo të gjiten në shesh për krimet që kanë bën ndaj personelit dhe pacientëve këtu. Jam duke bën një libër tjetër ku i kom gjetë për qëty 1239 pacientëve ku janë të vdekur 120 pacientë kanë vdekur në spital vetëm në kirurgji dhe ortopedi. Fëmijët deri në 17 vjet janë 16, këta tjerë janë të rritur për 18 vjeç deri në 75-6 vjet dhe i kam 7 personel, ata kanë emën mbi emën, por nuk ka datë lindje. Kështu që nuk e di a janë të rritur, a janë të fëmijë, po ashtu janë edhe 5 pacient të vdekur, të cilëve nuk kanë emën mbi emën as datë lindje. Është i shkruan NN. Në protokole ka atë shumë mangësi, sa që është problem me deshifrua çka ka ndodhur. Nuk ju shkruan, të disa nuk shkruan diagnoza heq. Unë i thras edhe ata kolegët e mi që kanë punuar në këtë kohë në luftë në Kosovë apo në QPVB dhe UÇK të Maqedonisë që të rrëfejnë gjitha përvojat e tyreve se kanë, secili i ka atë përvojën e tyre ndryshme me pacienta të ndryshëm, ushtarë të ndryshëm që kanë hjek edhe vetë gjatë luftë, se ju thash edhe më herët se qëllimi ka qenë me mujt mizon këta personelin shëndetësor me myt ose me ra atë shumë sa që këta me ikë sa ma shumë në mënyrë që popullata me lëshua Kosovën. Ndërkohë këtu se kam po është edhe i rejon profesor doktor Dalip Limani me doktor Agronin në rrugën për Podujev, në Lozhan e kanë zonë, i kanë re, se ata kanë të shkuan në lap me shërbyje prej të anës deri të premteve. Kështu që ku i kanë zonë shqiptarët edhe mas rrezik kemi pas pumpte me na zonë për ndryshe kur imi kanë në luft, atë se kam pas problem, atë edhe mi kanë të armatos, edhe më zonë luft nuk është problem, po me të zonë në prita këtu është s'ki e ka jamon, aty sukurse në UÇK Maqedonisë, aty kam pas 3 automatik me 4 kësi shanxhera, kështu që nuk ishna shku bashkë si do. Kështu që ndryshe është me kanë në luftë, për çta po them, me panajt të në kohën luftë është ma ndryshe se sa me shëtit, mas shumë të po them, kom pas frikë, mos po na zonë dikun sikur se e kanë zonë haper shalën që pa të në zonë duke udhëtu me kerë. Cen këtë leq gradicen e kanë zonë duke ikë me pacienta e kanë mytë. Aty me ta, kom najt me lecin, një kohë e kom pas dhe pacient në kirurgji dhe kom pas vendos në dhomën time
një ditë se mendoj që është për zorës qëra apo jo, dhe e kom majt atë ditë në dhomën time, mos me lanë me pacientë atjerë, natë të 8 në kjo punë, dhe me pas e kom lëshua. Mirë për e zunë gjeta në Gradic, këmi nejt me këtë doktor Lecin, ishte edhe me bashkëshortën infermiere, ku i kemi trajtu pacientat që ishin në spitalit që në arpi Likovësit në Gradic, dhe ishin kanë podrum në Gradic. Në shkollë i thash, tha doktor që ka me bo që thash për marëm për qesëm në katin e parë në Përles, kështu që mos me nejtë në podrum ku ishin edhe thënë gjili afer pacienta era këty, dhe i këm marë pacientat, i këm pastrua dhe i kemi qitë në katin e parë në Përles. Mirë po mas një muj dite dëgjova se ju u vra doktor Lec Gradica. Kështu që të rritë është mirë me ndëgjue edhe kolegët me shkrua, po edhe me ndëgjue prej mjetet e informimit sa ma shumë që me met edhe dokument se çka kanë ndodhur me gjatë luftës në Kosovë.